Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Një vet aksident i rënd ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Dobrush, duke përfunduar me pasoja fatale për një person. Sipas informacioneve fillestare, aksidenti ka ndodhur në afërsi të një fabrike ku drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin, duke shkaktuar vet aksidentin tragjik. Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet emergjente, të cilat kanë intervenuar për t'i ofruar ndihmë viktimës, por fatkeqësisht nuk kanë arritur ta shpëtojnë. Këtë javë pritet të intensifikohen takimet e partive parlamentare rreth zgjedhjes së kreut të shtetit. Përderisa përrjedha fati i shtesë për 34 ditësh, si rjedhoi e vendimit të fundit të kushtetueses, java e kaluar u përmbyll pa ndonjë parafrim qëndrimesh. Intensifikim të takimeve janë paralajmëruar për këtë javë, ndërkohë që kanë mbetur edhe 16 ditë deri në skadimin e afatit kushtetues. Nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet deri me datën 28 prill, kuvendi rrezikon shpërndarjen automatike dhe shkuarjen në zgjedhje të parakohshme. Organizata e veteranëve të UÇK-s ka reaguar lidhur me promovimin që kuvendi i Serbisë i ka bërë Obrad Stevanović, generali të policisë serbe dhe bashkëpunëtorit të ngushtë të Milošević gjatë luftës në Kosovë. OVL UÇK-s thekson se duke lartësuar figura që lidhen drejt për drejt me gjenocidin shtetëror ndaj popullit shqiptar, kuvendi i Serbisë dëshmoi se ky shtet përpos që nuk është penduar për të kaluarën kriminale, vazhdon të njëjtin avaz në raport me Kosovën dhe shqiptarët. OVL UÇK-s kërkon që SBA dhe BE të reagojnë prerë ndaj këtij vendimi, sepse sipas tyre heshtja përballë narrativave që rehabilitojnë krimet kundër njerëzimit është bashkëfaqësi morale. Me rastin e 27 vjetorit të rënjes së dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Doganaj, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në përkrahjen e komunës së Kaçanikut organizojnë manifestim përkujtimor. Pas manifestimit përkujtimor do të bëhet vendosja e luleve në vendin e rënjes pranë lapidarit të ngritur, si dhe do të bëhen homazhe në kompleksin memorial tek varrezat e dëshmorëve. Në Istogu mbajt gara ndërkombëtare, Istogu Trail 2026, epopeja e prillit, në të cilën morin pjesë mbi 200 pjesëmarrës nga vende të ndryshme. Kjo ngjarje pos sportit preku edhe kujtesën historike për dëshmorët. Kryeministri Albin Kurti tha se përkujtimi për dëshmorët në secilën formë është vepër për t'u vlerësuar. Istogu kthye në qendër të sportit dhe përkujtimit. Me organizimin e garës ndërkombëtare Istogu Trail 2026, epopeja e prillit, mbi 200 pjesëmarrës nga vende të ndryshme morën pjesë në këtë aktivitet. Kjo ngjarje ndërthuri sportin me kujtesën historike për dëshmorët. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Unë ndihem i nderuar që ndodhem para jush në këtë ditë të atyre të cilët dhanë gjithçka që ne të jetojmë të lirir, të zhvillohemi mirë dhe të veprojmë mbar. Kjo datë sot me 12 prilli nuk është e zakonshme, është fort e veçantë. Andaj urime e suksese të gjithë garuesve, jo vetëm sot, por merruni me sport sa më shumë që mundeni, përgëzimi organizatorëve, në veçanti Figretit dhe lavdi dëshmorëve të kombit. Gara u zhvillua në 2 kategori, 13.3 km dhe 32 km në shtigjet malore të Istogut, duke tërhequr edhe pjesëmarrës ndërkombëtar. Jam shumë i lumtur që ja dalëm mi dhon Istogut, mi dhon Kosovës, mi dhon trojave shqiptare dhe botës një super organizim. Mbi 200 pjesëmarrës të përfshi edhe fëmijët dhe distancën 2 km fëmijët për epope, kanë pas pjesëmarrës nga Gjermania, nga Austria, Macedonia, Lugina e Preshevës. Pjesëmarrësit e vlerësuan garën si një ndër më të veçantat në rajon, jo vetëm për organizimin, por edhe për natyrën dhe atmosferën. Është një garë fantastike, një garë kryevepër, një garë që është e rrallë ta shohësh në gara trailit në vende të tjera, domethënë. Është një organizim perfekt. Do të jem në, domethënë, kilometra 13.3, domethënë do të shkoj në kategorinë që është pak më e vogël, kështu që
knasësi me marrë pjesë. Fituesi i garës në 32 kilometra doli sërish Shaban Qerkini, duke mbrojtur titullin e vitit të kaluar në kushte më të vështira për shkak të borës. 6 kilometrat e parë kemi pas 1000 metra në gjitje. Ka qenë tepër sfiduese këto 6 kilometrat e para, por edhe pjesa e borës gjatë lëshimet kanë qenë tepër të vështira. Unë erdha pas lëndimit që kesha në muajin tetor nëntor, kesha një hyrje krahu dhe sigurisht ka qenë pak sfiduese dhe isha mes frikës dhe shpresës që a do të mund të rikuperohem, a do të mund të kthehem, por kjo është një motiv shtesë dhe tash nga këto syti kemi të Prishtina Trail. Istogu Trail po konsolidohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive dhe përkujtimore në vend, me synim zgjerimin e mëtejshëm të pjesëmarrjes në vitet e ardhshme. Kryeqyteti shqiptar mirëpret sot një nga ngjarjet më të rëndësishme mbar kombëtare të vitit. Nga dita e sotme deri në datën 15 prill, Tirana kthehet në qendrën e shqiptarëve nga gjithë bota përmes samitit të 4 të diasporës që vjen me motën përmes rënjeve lartësohemi. Samiti do të zhvillohet me pjesëmarrjen e personaliteteve nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Pjesëmarrësit do të mund të eksplorojnë fusha të ndryshme interesi si ekonomia, inovacioni, arsimi, shëndetësia, arti dhe ruajtja e identitetit kombëtar. Ngjyrat kuqezi dhe video e samitit të diasporës që nis në Tiranë janë shfaqur në Times Square në New York. Ikona konservatore e Hungarisë Viktor Orban mposhtet bindshëm nga opozita e qendrës së djathtë. Lubëteni në gjysmë finale pas fitores 3-1 ndaj Skënderbeut. Lubëteni ka siguruar kualifikimin në gjysmë finalet e play-offit në Superligën e Kosovës në volejboll për meshkuj, pasi ka mposhtur Skënderbeun me rezultat 3-1 në ndeshjen e dytë e çerek finale. Skuadra nga Ferizaj e nisi shumë mirë takimin, duke fituar 2 setet e para dhe duke marrë epërsinë në seri. Skënderbeu reagoi në setin e tretë, me një lojë më të mirë dhe arriti të ngushtoi diferencën në sete. Megjithatë, në setin e katërt, Luboteni u rikthye fuqishëm, duke menaxhuar lojën në momentet vendimtare dhe duke e mbyllur ndeshjen në favorin e vet. Me këtë fitore dhe 2 triumfe në seri, Luboteni avancon me merit në gjysmë finalet e play-offit, ku do të vazhdoj garën për titullin e kampionit. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në edicionin orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.